Është zhvilluar konferenca e 5 të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila bëri bashkë historian, muzeolog, studiues dhe ekonomist për të diskutuar mbi udhëtimin e ekonomisë, identitetit dhe zhvillimit institucional financiar të Shqipërisë e rajonit. Në fjalën hapëse, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ken Seko, u shpreh se kjo konferencë nuk studion vetëm të kaluarën, por synon të parashtrojë edhe pyetjet e duhura për të ardhmen. Sipas tij, sistemi financiar duhet të përgatitet për të përfituar nga mundësitë që do ofrohen prej antarësimit në familjen e madhe evropiane. Rruga e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian ka qenë një shtyllë kryesore e reformave institucionale dhe ekonomike. Banka e Shqipërisë luan një rol tepër të rëndësishëm në këtë proces, duke përafruar politikat dhe praktikat e saj me standardet evropiane, me synim forcimin e stabilitetit, transparencës dhe qëndrueshmërisë e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Me vështrimin drejt së ardhmes, përkushtimi ynë mbetet i palëkundur të forcojmë gatishmërinë institucionale, të thellojmë bashkëpunimin institucional dhe të sigurojmë që sistemi financiar i Shqipërisë të jetë i përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga mundësitë e një ardhme të integruar europiane. Guvernatori Seko theksoi ndër të tjera se Shqipëria, ashtu si shumë vende të tjera në botë, gjendet përballë mundësive të reja që lidhen me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe inovacionin financiar. Këto sfida apo mundësi të reja, si monedha digjitale, rreziqet klimatike, inteligjenca artificiale dhe inovacioni financiar, po transformojnë peizazhin financiar global. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky realitet. Dekadat e ardhshme do të kërkojnë shkatësi, largpamësi dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët europian dhe ndërkombëtar. Ne duhet të vazhdojmë të forcojmë kapacitetin ton institucional, jo vetëm për të përmbushur mandatin ton kryesor, por edhe për të mbështetur stabilitetin dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar. Gjatë kësaj konference të organizuar në kuadër të 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë, u prezantuan punimet kërkimore të një sër studiuesve shqiptar dhe të huaj.